jeta është e gjatë, jeta ka vujtje, por si kam vujt që të 6 vjetë e tërmetit, mos e harrofsha. Kjo zonjë quhet Luljeta Prela, është 70 vjeçe dhe prej disa vjetësh jeton e vetme në fshatin Droj të Mamurasit. Pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit 2019, jeta e Luljetës dhe familjes së saj do të merrte një rrjedhë dramatike. Këtu jetoj që kur jam martuar 50 vjetësh. Kanë jetuar edhe të partë Prezmas Brezi, pastaj ata vdiqën, jetova me burrin, me fëmijët, ka një 6 vjetë që ka ra tërmeti, ne prishi kullën e vjetër, ne doli jashtë përdorimit. Gjë që e vërteton edhe ky akt konstatimi nga Instituti i Ndërtimit, në të cilin shkruhet nga grupi i inspektimit se banesa përbën rrezik për banim. Pasi shtëpia u dëmtua dhe u shpalli pa banueshme. Ju ngelët jashtë, çfarë ndodhi? Erdhi bashkia, na pruni çadrën, jetuam me gjithë djemt e me burrin në çadër, pastaj na kanë prunë nga kisha kontinerin jetot e djali me fëmin e me grun e me djal tjetër derisa ai mori rrugën dhe hiku, se s'pat ku t'jetoj e mo, tjetëri nejti në kontiner. Vetëm një vit pas ngjarjes që tronditi gjithë Shqipërinë, Luljetës i ndodh edhe një fatkeqësi tjetër. Vdiq edhe burri. E menjëherë pas kësaj humbjeje, edhe djali tjetër ndoqi të pari në emigrim. Po djali tjetër pse vendosi të largohej? Se s'mund jetote me 3 fëmijë e me 2 gra këtu. Fëmija najten më shumë spitaleve. Mam tha unë veç mos me i pas ma këta fëmijë, ta son s'kam po tjetoj, hec dik. Do vish dhe ti me mu, jo i thash unë ubi. Nuk e le gjallë, thash nuk pëmbi, ku të shkoj? Ndërkohë, sot zonja 70 vjeçare jeton sa në kontenier e sa në një dhomë të banesës së vjetër, në kushte tërësisht të papranueshme. E për më tepër duke vënë në rrezik jetën. Këtu kam vunë ta peshirë se ma ka lagë shiu kretash në gjevoni i lagun pi kulti, prej atje dhe këtu preke. Shumë ujë që në ka. Shifa atje, edhe atje ka pikuar. S'kam pas që të bëj, ku të gatuj, ku të plej, ku të haj, jam detyruar me zërë që të hy brenda. E me vu dhe plas mas me menë që po në manë në i pikë, se me kanë bjenë raketu. E kam dherë, e kam bu për ujtë që pikon, shifi lecka që i kam për me fshi dhe me ke me shumë. Përveç rreziku që më ka nosë për natë, këtu nuk jetohet edhe nga lagështira, të mbyt, të se frymen. Me bë me mjën dhe ditë derën, nuk ka burë si të hyë mrenë. Nga era e mykut, e erës lagështirës. Nëse do të bëjmë një inventar, për transparencë na duhet të përfshijmë edhe këtë kontenier me hapësira shumë të ngushta, që dikur shërbente si vend strehim për 2 djemt e Luljetës dhe sot përdoret nga ajo. Por i ndërtimi, a nuk ishte një plan qeveritar që do të më shpërblente, riparonte apo ndërtonte nga e para të gjitha banesat e dëmtuara nga tërmeti? Kur ra tërmeti, bashkia na tha, a do të merrni lekët me i bon shtëpinë, a do ta bojnë shteti. Burrin e kisha në gjendje tran, shëndetësore, fëmija ishin me fëmijë dhe s'kishin takat që ta bonin, kota që do të na jepshin ato, a do të na mjaftonte, as do të na mjaftonte me marrë shtëpinë, se çdo gjë është rritur çmimi i ashtu. Na mundsinë se kishim, se ne po të kishim pas mundsi, nuk do të kishim prit den këtë kohë. E me vujt kështu siç kena vujt. E me u ndar kështu siç jena ndar. Edhe ne i tham ta bojnë shteti. Dhe në fakt kështu ndodhi. Prej thuajse 3 vitesh, në një distancë shumë të afërt me kullën e vjetër, nisi ndërtimi një banese të re për familjen Prela me fondet e rindërtimit, por ky objekt ende sot e kësaj dite është i papërfunduar. Filluan me nërtuan dhe muret, filluan me bërë qatin, na u dha shpresa sa e marrojnë çka. Kur ngritën qatin, erdhi djali me pushime një muj, futi edhe ai dopore për me bërë qatin më të fortë, më të mirë. Por sa po bjem tjegullat me mlu, prit sot, prit nesër, tjegullat nuk erdhën. Mirë, tjegullat nuk erdhën, po edhe ustallarët u zhdukën pa lëngjurm. Si kanë hiku ustallarët, e kanë lënë këtë. Mos unë ngreshëm, e janë prishur. Shive, a gjërnap me motor. A bo themeli, janë bo muret, a bo ngrejha e shpis. I kanë hedhi 4 matre, ja kanë lënë kulmin, shif si janë bo lanët, shife ujqi si ka hmy brenda, pa nuk ka shgjena, të shkoj muni i shtetit, i punëtorëve edhe i djalit tim. Djali çfarë ka bler vet? Ka ble lanë, se janë këto drurat largat, njëri tjetrit i ka fut nga një mes. Edhe në kulmit sipër i ka bo dyshe. Sa i ka kushtuar lënda që ka bler djali? Gjithsejt material që ka fut, këtu ka fut 1,5 milion lekë, pa për 2 milion.
I ka marrë me kredi për sotin se nuk i ka pas. Bravo soti dhe sot e pagun kredin. Me pak fjalë, për vendosjen e tjegullave shkoi dëm i gjithë projekti për banesën, e cila ka degraduar ditë për ditë nga pak. Por çfarë kishte ndodhur që shtëpia të liej ashtu e papërfunduar? Për të marrë një përgjigje, shkuam në Bashkinë e Kurbinit, e cila ka jo pak probleme me procesin e rindërtimit, i papërfunduar ende sot e kësaj dite. Në rastin konkret, në bazë kontaktit me firma, të kemi problematika sepse zonja Lulieta Prela her pas here ngrin pretendime që dalin jashtë kushteve të kontratës që firma kanë nënshkruar me Shtetin Shqiptar me Bashkinë Kurbit. Të tipit që kërkon cilësi materialesh, zehet me punëtorët, firma ankohet se po bllokon punimet për arsye se kërkon cilësinë e materialeve jashtë preventivit ose lloj materialesh të tjera. Pra, problemi na qenë nga zonja Lulieta me tekat e saj të njëpasnjëshme. Kto janë banesat të tërmetit, kanë një preventiv, kanë zëra punimesh të caktuar dhe firma është e detyruar të përmbahet atyre zëra punimeve. Nga kontakti që kemi pas me firma her pas here, krejt problematika dhe vonesat e rastit konkret kanë lindur më shumë nga pjesa e zërave të punimeve dhe ngritjet që ka pasur me punëtorët her pas here duke mos i lënë me punu aty. S'kemi çfarë themi, gjithë ajo zonjë 70 vjeçare pas ka luajtur me ne. Por pavarësisht kësaj sjelljeje të Lulietës, bashkia është zemër gjerë dhe ditë të fal. Prandaj, vetëm një ditë pas kësaj interviste, që në pikë të mëngjesit, ustallarët kishin ardhur dhe kishin nisur punimet në çati. Kuptohet, pa pasur asnjë lloj pengese nga zonja. Dikush mund të thotë, e po mirë, me që e nisëm punën, ja e zgjidhëm. Por jo, ne duam të zbulojmë se mos zonja Lulieta na ka gënyer duke na armiqësuar edhe ne me bashkinë. Prandaj, më mirë të hapim këtë bisedë. Meqense të gjithë janë përballë njëri tjetrit, Lulieta, bashkia dhe firma. Debatin e deklarojmë të hapur. Mua dje në bashki më thanë që duke lejuar ti të vendosen tjegullat dhe prandaj ka shkuar i gjithë situata në këtë gjendje që është sot. Kush është ai që ka pru tjegullat dhe i kam kthyer mrapa? Kush është ai? Në dalë mua përballë që unë kam kthyer tjegullat mrapa. Ku di unë plak 70 vjeçë pa shkollë, se cila është cilësia më e mirë dhe më e keqe që mbi shteti mua më mlush. Kemi pas ankesa nga punëtorët që kanë ardhur në terren për arsye se zonja ju ka kryer shqetësime për cilësinë e materialeve dhe nuk i ka lënë me punë. Lulieta ka thënë që djali im ka investuar vetëm për lëndën ndrysore të çatisë që është vendosur apo jo? Po, dhe për rënën që është shtruar. Një sekond, dhe për pjesën poshtë të themelit apo jo? Por për tjegullat që nuk janë vendosur, nuk keni pasur pretendime apo keni pasur? Ja. Asnjëherë kot. Të gjithë pjesën se çfarë kanë investuar këto s'kan pas të drejtë me investuar asgjë. Më ndërhyj fare. Dorëzohet sheshi ndërtimit dhe mbyllet komplet nga firma, ashtu si është në projekt. Okej, duhet ta kishte lejuar firma atëherë. Gabimi ka qenë firma në këtë rast që ka lejuar. Firma nuk duhet ta kishte lejuar. E drejtë. Atëherë është faji firmës që e ka lejuar. Jo, si ta kuptojmë ne këtë? O Aldi, një sekond, se ti je inxhinieri i firmës, duhet përgjigjesh. Besoj se je ndjeni dhe ti për situatën. Ka ndodhur ndonjëherë rast që kjo zonja ketë kthyer mbrapsht punëtorët që s'ka qenë objekt ku ka nduri, po djali zonjës apo kushdo nga familja nuk ka drejtë të ndërhyj në proceset e lama të pjesë po flasim për çështje tjegullash tani. Po kjo është pengesa, që s'ka drejtë ndërhyj fare te projekti. Projekti ka pengesa. Ajo e ka bë kulmin ashtu. Pengesa është e tikullave që nuk është vu dhe janë lagur ato lanët. Do të kulmi i projekti do të zbatohet sipas projekti do të zbatohet sipas letrave dhe sipas preventivit. Më leni të kryej gjithë punën, pastaj vjen e kolaudojnë tjerë njerëz dhe futen ju brenda. Mirë, dakord. Djali i zonjës pse është lejuar anaj firmës? Se juve i merrni masat që këtu në këtë kantier ndërtimi nuk duhet të futet askush, nuk duhet lejohet askush sepse nesër pas nesër mund të ketë aksidente. Mund të krijojnë konflikte me njerëz, pse ndërhyjnë tani të merren tjera instancë. Ai tu jemi plotësisht dakord, por prap ka diçka që nuk shkon në këtë justifikim. Juve më thatë nuk ka lejuar zonja të vendosin tjegulla, ndërkohë direkt sot në mëngjes vi kishin nis punimet punëtorët. Po patjetër se do të nisin punimet sepse ka dalë moti sot do të nisin punimet. Në gjithë të kohë, domethënë, nuk e kishte lejuar zonja, dje që erdha unë, nisën direkt punimet se çuditërisht u rregulluan gjitha gjërat. Nuk u rregulluan gjitha gjërat, por pak po devijon muhabet. Në fakt, devijim është kur shpiken mosmarrveshje të paqena që kanë çuar në degradimin e strukturës dhe në mos dorëzimin e saj në kohë, ndërsa ajo që po bëjmë ne është thjesht konstatim. Nga ky moment dhe mrapa, firma do fillojë punën dhe nuk do i ndërpresë. Momentin që do ketë problematikën më të vogël, do njoftojë bashkinë dhe bashkia do të vijë bashkë me policinë bashkake dhe policinë dhe rendit. E po shqyr, kjo ishte e gjitha, por tani është e rëndësishme edhe të mësojmë afatin e përfundimit të punimit.
ndërtimeve, sepse nuk kemi as kohë as dëshirë të kthehemi një javë po, një avion në Bashkinë e Kurbinit. Përfundoj çatia, do fillojnë gjithë proceset e tjera, sistemi fasadës kapota, subatimet e brendshme, ndarjet, subatimet, dyert dritare dhe gjithë. Do të them, pothuajse 50% e punëve është kryer, sot janë punë voluminoze. Konstruksioni, tullat dhe çatia tani do bëjnë gjithë punët e tjera. A ka problem gjithë se kohë lënda drusore që ka ishën brenda ka marrë lagë Do kontrollohet gjithë, jo nuk ka asnjë, do kontrollohet gjithë tani janë çuna duke verifikuar, do kontrollohet çfarë është dëmtuar, dori parohet e dori bëhet komplet me mbulesë, me tilla me gjithë. Kjo është një proces që do zgjas shumë shpejt, besoj se nuk është një punë voluminoze. Besoj brenda pak muajsh mund të mbyllet. Patjetër, brenda pak muajsh. Le të shpresojmë, sidoqoftë ne rrotull do t'jemi.